Vijon konflikti mes kompanive Dya Group dhe Mapco lidhur me ndërtimin e aeroportit të Vlorës, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në jug të vendit. Prej afro 2 muajsh, kompania Mapco është penguar të vijojë punimet në kantier për shkak të proceseve gjyqësore dhe përplasjet mes palëve për administrimin e projektit. Ndërkohë, prej 4 ditësh situata në terren është tensionuar edhe më shumë, pasi Dya Group ka bllokuar hyrjen e kantierit duke mos lejuar aksesin e përfaqësuesve dhe nën-kontraktorëve të Mapco. Edhe pse kompania Mapco pretendon se gjykata e lartë I ka dhënë të drejtën për të rikthyer në kantier dhe për të vijuar administrimin e punimeve, konflikti mbetet ende I pazgjidhur. Të dyja hyrjet e kantierit vijojnë të jenë të bllokuara, ndërsa situata ka prodhuar tensione të vijshme mes përfaqësuesve të dy kompanive. Përplasja mes palëve ka shkuar deri në konfrontime fizike, duke bërë edhe më të paqartë çurinë e punimeve në aeroport. Në këtë situatë pritet zbatimi I vendimit të gjykatës së lartë, I cili sipas Mapco duhet I hapë rrugë rikthimit të saj në kantier dhe vijimit të punimeve. Megjithatë, në terren situata mbetet e bllokuar. Përplasja mes dy kompanive ka sjellë vonesa të mëtejshme në një projekt që prej kohësh është cilësuar si strategjik për zhvillimin e turizmit, ekonomisë dhe lidhjes së Vlorës me tregjet ndërkombëtare. Ndërsa flitet për hapjen sa më shpejt të aeroportit të Vlorës, kompanitë vijojnë të përplasen me njëra tjetrën, duke lënë në pritje përfundimin e punimeve. Në fund, më të penalizuarit nga ky konflikt mbeten qytetarët e Vlorës dhe Shqipëria, që presin prej kohësh vënien në funksion të këtij aeroporti.